Unë veç e di që kom pas thikën fët. Që ato e di që kom pas thikën fët, asyç ku mëzu Michel. E di që Abeja me Zola i ka përdorur 2-3 Zola që i ka djeg me një transporter edhe një kamion me ushtar. Asnjë Serb nuk e kom pa që ka qenë i vramë me plot. Këtë metalik. Përvojën luftarake. Gjitha i kom mësu pe Abejës. Unë në atë kohë kam qenë moshën 18 vjeçare. Domethënë halon 19 vjet nuk i kom pas. Çdo sen që kom mësu për luftë e kom mësu pe Abejës. Unë kujtohet vetëm një aksion në fshatin Dobaj, ka qenë një fshat bukur i madh, i fshat bosnjak, edhe u tërheqën krejt bosnjak. Domethënë jo ofanzive serbe edhe kujtohet kur ardh Abeja, ai ka pas një të mirë që gjithë na ka thonë shok. Ai ka pas gjithë ato shok. Edhe ka pas një të mirë që dohonën e ka pi gjithë, po kurse ka bojë. Sa ja ke qit gjithë e ka dhëz. Po domethënë veç kur është në ato në rrot. Me vozit nuk ka ditë, me vozit e kemi pas një Renault 4 të në hershit, që në konë të Renault 4, ja pat prej kulmin edhe pat montue Gulinovin në këtë armatimin që i ka vjotin e ka pas që atë Renault 4. Edhe di po në dikon në mëngjes, dikon ka ora 5 e mëngjesit, edhe më ka thonë shok qu, hajde me mu. Ku po shkojnë ata mos vetë, qu, hajde graj keret. Edhe minis veçonaj. Kemi arë në hyrjet fshatit Dobaj. Edhe më pëton, ku përna qënë Allah, ku po shkojnë, se komplet bosnjak janë të rjek, ku dojna me shku veçonet e. Tha, që të ma një cigare, edhe dhezma. Unë kujtohet shumë mirë, dikon nja 20 minuta. I ka pas turbin në dorë dhe veç e ka vëzhgu komplet fshatin. Mas 20 minuta, ka thonë dhe kjerën graj. Që ka shki edhe ka thonë që atje poshtë, ta, unë garantoj me jetë që asë një shkasa, po i një këta bëshnjakët e kanë shumë frontin. Unë po tamë në atë mosh isha, tamë 18 vjetë, hala pa e bona në mejtë. Jemi lëshuar në qatë fshatin Dobaj, asë një sërbë së konë. Unë gjitë minarët gjamis, e ka qitë flamurën e bëshnjakëve dhe ka thirë bëshnjakë radio lidhje, hajde nëse ja luftani si burrat, ja mos tekni si thmija. Në më thonë, kanë qenë kontaktet e para me ta në atë kohë, në më thonë, po tamë, qaj përket luftës, përdorimit të arme, gjitha këto, gjitha i kom mësu pej APS. Deri sa në atë moment kur është plagosur që e kemi largue pe atush dhe kemi qitë në Slovenski Brat, në teritor Kroatëve, ku mund të them që mereni kanë brije policia ushtarake e Kroatëve, si e kanë marrë dhe kanë transferu në spital ushtarak në Zagreb. Ka qenë luftëtar i madh, ka qenë e prurë shumë i madh. Unë personalisht për vete, nuk di që s'ka pas armatim, që s'ka dit me përdor. Qa ku mujt unë me pa, sa kom qenë me ta, deri në transporterë dhe në tenke kom pa, që ka vozit edhe ka dit me gju, në më thonë, edhe mi përdor. Se ma për Gulinave, për Zola, ose, këto që janë konë, dhe më thonë, si me bajgarë kanë qenë përdor. Kërë na hinë në Bosne, mas shërimit tina, a i ka ardhe në Bosne. Kemi hinë në një teritor të qytetin Haqeq, mi vëzhgu pozicionet e fortave sërbe. Kemi pas një këgjaj më shumë, ka qenë gjyëtar. Edhe nuk ka pas vend që nëse zakonisht ta gjyëtar të dinë ta në shtigjet ka mundësh me depërtu. Kemi depërtu e në teritor të fortave armike. Një kosisht edhe sërb në kanë pa, edhe një par mënyrën e kanë qelë rrugën që me lonë me depërtu. Kena depërtu mrena, ne kanë byllë koridorin sërb, edhe mos kena mujtë mu të rjek. Tanë kohën, ne kanë bërë tire për mu dërzue. Edhe nuk kemi dërzue, kemi bërë një par, kemi qenë dikon të 9 vetë, një par rrete që po mbrohëm sot kena municion, gjithë kemi qenë shqiptar, për pas ati gjyëtari që ka qenë bështjak, më thonë që ka qenë majmër. Edhe thëmë, tek me vronë, pe vrasën vetën, se s'kem ku shkojna, edhe në dorë të sërves mu dorëzu me rase, dishëm qa na gjanë. Dykush më i thetë, o shtrimni, dykush jo tozë, po një di që tome në ka marrë gjume. Tash, ape i tute, ape i qka, e di që ka qenë dikon para mëngjesi.
ka dëpërtue, abeja, ka uartë e na, asë një se këna pa. Unë veç e di që kom pas likën fët. Që ato e di që kom pas likën fët, asyt s'ku muzu Michel. Në më thonë, asyt s'ku muzu Michel se mos desha, dherëm ka thonë abejt, shak, ta, unë jam. Edhe që atëre na qu. Edhe tash në djerna ka e i. Jo ta duhet me luftue për me dalë për këtushje. Ta njerë kena me luftu, ta nej me dalë. Filloj mu zdrit, edhe këshin organizue me Bosnjak, që Bosnjak kanë mi sulmu pozicionet e para, a beja me neve që ishëm mi prit ndimen e sërbe tash që ju vinë që na mi sulmu konvojët e tyne. Dikon nuk konë më ngjes, unë me tonë, kësa ka fillu mu zdrit, kanë fillu Bosnjak me sulm në pozicionet para, që ashtë sulmi fort të konë, ja ka njës ndima me ardhë, dhe sërbe mi ardhë ndim. E di që abeja me zola, i ka përdu 2-3 zola që i ka djegë me një transporter edhe një kamion me ushtarë. Edhe Bosnjak dëpërtuni, morën pozicionet e para dhe erdhën deri te na. Si sot më kujtohet, kur kemi shku në pozicionet para, që i kanë morë Bosnjak. Asë një sërb nuk e kom po që ka qenë i vramë me plën. Këtë metalik. Dhe më sot e di, më kujtohet që kretë Bosnjak që kanë gjuhe, në më thonë, ma shumë veç kanë gjuhe për me bo një farë panike ato, se absolut s'ka po sërb në pozicion të por që ja ka këtyve pritin këtine. Në më thonë, ka qenë njëri strateg, shumë i fort, sa i përket artit luftarak, nuk ka pos minë që s'ka dit me përdorë, dhe minë toksore që gjitën minat, nuk ka pos që s'ka dit me jekë. Strategjia tina ka qenë. Unë po flasë për vete, unë që a di, i vetëmi është që ka qenë legion francez, se kur është në legi franceze, në shumë të njëtën kime konë atë, edhe s'mu i largosh me ato, i vetëmi është abeja që ju ka ikë pej legjisë franceze dhe s'kanë mujtë me marë kur për me këty. Se pej luftën, dhe më thonë dhe s'kanë pas shansë për me marë për me këty. Po ka qenë me të vërtet, më thonë hapat e fort luftës si ka marë pej tina, edhe çdo sen që këmësu pej tina. Strateg, më thonë që i përsosën për gjitha.